Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata e lartë rrëzon kërkesën e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për përjashtimin e treshës gjykuese Ilir Panda, Sokol Binaj dhe Sandar Simoni nga gjykimi i rekursit të tij për masën e sigurisë detyrim paraqitje. Vendimi u dha këtë të njëjtën nga gjyqtari Enton Dimitri. Seanca ishte parashikuar të zhvillohej të martën, por gjykata e lartë të shtyur për në datën 22 prill. Në të njëjtën seancë gjykata do të shqyrtojë dhe rekursin e Berishës dhe të dhëndrit Jamar Berbaltezi për masën e sigurisë. Berisha ndodhet në masë detyrim paraqitje për korrupsion pasiv, ndërsa dhëndri i tij, Maltezi, po jetohet në arrest shtëpie i pandehur për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Rajoni. Nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Doarsa Kica Xhelili, e vlerëson si një situatë pa precedente në kundërshtim me rregullorën e kuvendit vendimin e kryesuesit të seancës konstituive, Avni Dehari, për të thirrur në konsultime përfaqësuesit të subjekteve politike. Sipas saj, kryesuesi nuk ka të drejtë të zhvillojë konsultime me përfaqësuesit e partive politike në kuvend. Pra në këtë fazë, kryesuesi i kuvendit nuk ka të drejtë të ftojë aktorët për asnjë konsultim politik të kësaj natyre, meqense ne po flasim për një çështje kritikisht procedurale. Ajo që ai mund të bëjë në këtë fazë është ose të thrasë dhe njëherë të formohet komisioni dhe partitë politike të dërgojnë anëtarë të komisionit për verifikimin e mandateve deputetëve, apo ta rishqyrtoj apo të themi ta riqes në votim apo në rivotim raportin e djeshëm, por jo të ftojnë në konsultim të tij. Deklaroi nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ministra e Drejtësisë e Kosovës shpreh shqetësimin për mënyrën se si opozita po trajton verifikimin e mandateve të deputetëve dhe konstituimin e kuvendit. Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se janë të habitshme qëndrimet e partive politike. Është e habitshme, domethënë ti dëgjosh qëndrimet e partive politike. Së pari, LDK-ja tha që kryesuesi i seancës nuk ka të drejtë që të ftojë përfaqësuesit e partive politike në takim konsultativ. Ju lutem ta keni parasysh që me rregullorën e punës kuvendit debati në seancën konstituive nuk lejohet, pra është i ndaluar. Ishte Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje. Seanca e radhës për konstituimin e kuvendit Kosovës është lënë për në datën 19 prill. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Përfaqësues nga koalicioni Vlen kërkojnë largimin e Aleancës për shqiptarët nga qeverisja. Pas vendimit të kreut të saj, Arben Taravari, që në zgjedhjet lokale të shkojë me lista të veçanta për këshilltar komunal, kreu i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, tha se do të kërkojë nga kryeministri Istria Mickovski që të rishqyrtojnë pozitat e Vlenit në qeveri. Pasur një marrëveshje me kryeministrin atëherë mandatarin e qeverisë, sigurisht që në rrethanat e reja të krijuara ne do të kërkojmë nga kryeministri të rishqyrtojmë marrëveshjen si koalicion. Tash pjesa tjetër mbetet të diskutohet se si do të vazhdojë. Ta mes të tjera është Bilal Kasami. Komisioneri e zgjerimit e Bashkimit Evropian Marta Kosi drejtohet Sofjes në një përpjekje për të garantuar procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo takua me kryeministrin një përpjekje për të hapur rrugë normalizimit të marrëdhënieve mes Shkupit dhe Sofjes. E ardhmja europiane e Ballkanit Perëndimor është një garanci e prosperitetit dhe paqes, por dhe një mbrojtje kundër ndikimit të forcave që synojnë përçarjen dhe destabilitetin, si në rajon, ashtu dhe në Europë në tërësi. Theksoi mes të tjerash, kryeministri Rosen Zhyliaskov pas një takimi me komisioneren e zgjerimit të Bashkimit Evropian Marta Kos. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.